Në konferencën në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, Luiz Ellit ju bën një tjetër pyetje që lidhet me spektaklin numër 2. Ai u pyet nëse këtë edicion i duhet një si Efi Dhedes, pasi kishte aleate në lojën që bëre aso kohë. Këtë herë ti je pa Kiarën këtu, ose do të jesh edhe pa Efin, tani mendo, me Efit dhe Kiarës këtu në lojë, mendon që do të duhet një Ef apo një Kiarë? Kiarë sigurisht që jo, po një Ef të duhet, ishte pyetja që u drejtua fituesit të spektaklit numër 2. Me gjithë respektin që kam për të dy ish konkurrentet, unë se kuptoj se përse e silli muhabetin për ato që kanë kaluar. Gjithsesi, pse me krahasu veten me ish konkurrent u shpreh ai. Tuti Luiz Elli theksoi, ka mbaruar loja ime, që në spektaklin që kam bërë, ndonë se ata nuk janë në dieni, artisti shkodran trazoi shtëpin me hyrjen e tij. Futja në këtë format i ka befasuar banorët, duke menduar se Luizi do të jetë konkurrenti vërtet. Nga ana tjetër na do të rikujtojmë se Luiz Elli dhe Artan Kola janë një banor i vetëm. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga Showbizi shqiptar.